Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa sahbihi ajma'in. Tani erdhi momenti për një fjalë përshëndetse që do e mbaj unë. Nxënësit e mi, sot është nata e 4. Në këtë natë ka zbritur një sure. E cila është e quajtur Qadr. Që në arabisht do lexohet dhe inshallah do e përkthejmë në gjuhën shqipe. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. وما أدراك ما في ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Ne kemi zbritur Kur'anin në natën e 4. E kush mund të shpjegoj ty se ç'është nata e 4? Nata e 4 është më e mirë se 1 muaj. Engjëj dëshpërt Gjibraili me lejen e Zotit të tyre zbresin e këtë natë me të gjithë vendimet, pa që është ajo deri në shkrepin e agimit. Vëllezërit e mi, nata e 4 nuk është vetëm që ta agjërojmë gjatë ditës, por kjo natë duhet të jetë një natë lutjesh, një organizim duash dhe falje gjithë natën dhe shpresojmë që Allahu të na falë gabimet tona. Ju falenderoj me shpansë, tani kemi një fjalë përshëndetje nga hoxha i nderuar Elvis Snajpi. Allahu e shpëlbeft. Me emrin e Zotit Gjithësisë, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, dhe falenderojmë shumë pafund vëllezër motra të nderuara, sunduesin, krijuesin, formësuesin, të lartësuarin e qejve dhe tokës Zotin tonë dashur. E falenderojmë shumë atë i cili na krijoi, se vetëm për një sekond, vëllezër motra të nderuara, mendoni që mos të kishte dëshiruar me na kriju, as ditë që kemi lind nuk do të kishim. Pra gjithë secilin sot kur e pyet kur ke lindur, thot muajin edhe datën, edhe vitin. Mos kishe dash i madhi Zot i qofshim fal, ne zot kishim as lindje as ditëlindje. Kështu që nuk i takojnë falenderimet, madhërimet, lartësimet dhe nderimet askujt tjetër më shumë se atij që na dhuroi dhe na krijoi jetën. Prandaj e lavdrojmë, e madhërojmë, e lartësojmë shumë atë. Dori kur më tha këtë temën sot, kur ftohet ai që ma temën, lejet flasi i lirë, po ja përcaktove e kufizove. Kështu që gjëja parë përpara natës 4 që desha më thonë është që gjithë secili që është sot në këtë shesh dhe kudo që falen, musliman dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtarët s'kan nderu askën tjetër përveç se vetën e tyre. Vëllezër edhe motrat nderuara, ju begatoftë i madhi Zot, i madhi krijuesi i gjithësisë, i gjithfuqishmi, i gjithpushteshmi, më ka të falë si formësuesi i larti, i shenjti dhe madhështori, nuk ka nevojë as për këtë shesh që ne po falemi, as për këto njerëz që po falen, dhe për askën nga 7 miliard që i ka bota, se si u falëm ne dhe nuk u falëm, si agjëruam ne apo jo, ai mbetet sunduesi dhe krijuesi i madh, i panevojshëm për ibadetet dhe adhurimet dhe veprat e mira që bëjmë ne. E sankcionuar, e sqaruar, e standardizuar, e përkufizuar në Kur'anin famlar, Kul huwallahu ahad Allahu samed. Thoj, tha, i madhi Zot në mënyrë urdhërore. Thuni këtë dhe mos thuni gjë mas saj se gaboni. Thuaj Zoti është një. Të gjithë njerëzia ka nevojë për të. Të gjithë krijesat kanë nevojë për të. I madhërishmi, i lartësuari, krijuesi i madh i këtij universi, ai që është i panevojshëm për kërkën, ai s'ka nevojë për ne. Gjithë ne kemi nevojë për të. Pra çdo vepër e mirë që bëjmë, çdo agjërim që bëjmë,
çdo natë kadri që duam të arrijmë, çdo të mirë që ne përpiqemi ta bëjmë në Ramazan, jashtë Ramazanit, ditën apo natën, javë mas jave, vit mas viti, derisa t'i dhurojmë shpirtin krijuesit ton. Dje vlla dhe motër të begatofti madhi Zot se e ke për shpirtin për veten tënde, se Zoti as nuk ngrehet, as nuk ulet, as nuk lartësohet, vetë se ja shkoj përpara, e keqja tani mbrapa, shumë kemi vojtë si shqiptari, ka ardhur koha e bashkimit madh, ka ardhur koha të çojmë gjërat përpara, i madhi Zot na i fal gjitha kusuret edhe na mëshiroft. I madhi Zot na i fal, na i mëshiroft, na i lartësoft, na i bekoft baballarët edhe nanat tona. I madhi Zot na i arsimoft, na i boft moralçën, na i fal dhe mëshiroft rritët dhe drejat tona. I madhi Zot na i boft dietar, shkencëtar dhe hafiz Kur'an famlar fëmijët tanë. I madhi Zot më lutem kërcesh inshallah me gjitha mirët e vëllezër motrave të nderuar, kur të vi çasti të largohemi nga kjo botë, themi fjalën la ilaha illallah, ti Zot i madh ti je i kënaqur me ne kur t'japim shpirt. Na jep xhendetet e Firdausit, parajsen e përjetshme, na ruaj nga dënimi që do të dënohen kriminalët. I madhi Zot nëse jemi në parajsen xhenet, na mundson ta shikojmë bukurinë, lartësinë dhe madhështinë tënde. Ti je më i bukur, ti je më i lartë, ti je më i miri. Lum vëllezër motra ai që beson, lum ai që falet këtë natë, lum si ai që mëshirohet këtë natë. Lumë si ai që e kaplon mirësia në të natë, lumë si ai që bekatohet në të natë, lumë si ai që i zbret furnizimi dhe risun këtë natë, lumë si ai që jeton fisnik, lumë si ai që vdes i ndershëm, lumë si ai që ringjallet me faqet bardhë, lumë si ai që jeton, lumë si ai që shkon nga i madhi Zot, lumë si ai që është besimtar i ndershëm dhe besimtare, Zoti ju nderoft dhe ju bekatoft gjithë, amin. Allahu të nderohet të vëjtë në snajqi, në ndërrodhë në e kërshkollë zemët, në këtë natë të madhe. Tani vëllezër të mi kemi ceremoninë e mëngudit dhe inshallah do e mbyllim me duan e kësaj nate të madhe. Sallu ala Muhammed. Qështu Zoti e shpejtja dhe mire tokë, shumë rregulloj dhe i shoj këtë botë, Hazretja te mirë me këtë përban, shumë të shënë dhe të gjithë për unë i ban. Por shejtani nuk pranoj me u për unë, Zoti e mallkoj atë dhe atë minut, tha shejtani mua prej zjarit me ke kriju, ky prej vajte kur nuk është vaj mirë se unë. U kënuaj në qaste që të bena, shumë pëndu, por ati do besivan. Kushdo që të këndoj, vetët balet ban, Zoti atë ropë si shejtanin e agon. Veç shejtanit të gjithë melekët ndërimi ban, Hazretja devin të gjithë kur e pan. Zoti ati lujt Muhammedi ki Allah, dje kërë shimi kutimi tha. Bazati tek Hazretja e shkoj, disa vjetnojt balin asaj qëndroj. Lindja zëti shiti nërën dërëj vend, edhe në balë të ti disa vjetë shkoj e ndej. Dhe të Ibrahimit e Ismailin
Amin.